është e vërtet që një person ka desh të më thonë kishe me ndërmesu me arrit pajtimin ndërmjet dy familje? Po, unë nuk e kam më problem. Arber Gashi, unë e kam shok edhe për para saj me u pakzu. Ka po më thënë, edhe ai ka orë të na, edhe ka orë dhe mas ju pakzu, po Arbre mas pakzimi nuk u po ma shqiptarë se që ka qenë. Njëjta. Shqiptarët si kur ka qenë atëre para pakzimit, si kur ta që meritan dëra të rritjet moha. Prandaj, unë do më thonë e kam pritë si atërë si tash. Aje ko emnin Arber, vetë fjalla Arber t'jem me kuptu ma shumë ti, do më thonë, ka dikush që ka emnin Hasan, aje ka Arber. Po, e qka aje ka orë do më thonë? Edhe ka orë dhe unë i këmë thosh ka fëllë, se kom me full s'ka problem, fëll me këndush. Edhe hajdu të na kush duhet me full. Na nuk jemi kundër pajtimit, kundër afrimit me njerëz. Bravo. Na jemi për afrimin me gjithë vërtetën. E vërteta duhet gjithë ku do që në fund pusit me ndjerë. Ja që tash dolmi edhe shpjegojmë edhe mije se që shka orë deri tek pasujet që i ke posë, po para se me dole aty, burgin e ke mojtë bashkë me Hoxhë Shevqet Krasniqi? Me Hoxhën jam konë 2014 një dhomë. E të ka shti me lexu Kuronin, a? Jo, tha lexoj Kuronin, se nëse nuk e lexoj Kuronin nuk je musliman. Unë thash jam musliman. Po, se kom lexu Kuronin, po bima një e lexoj. E mora me lexu edhe kur e mora, aty po shkrujke Zoti i madhreshëm, i gjithë mëshirshëm edhe fuqi plot. Edhe i thash Hoxha, a është Zoti i madhreshëm? Po. A unë gjithë mëshirshëm? Po. A ka fuqi? Po. A mnin mu që po flas? Po. Ta shumë, që për i përzijesh Zotit? Bravo! Përzijesh Zotit, a i pidi ka tanë, a i pidi ka krejtë, që të bëshkru? E vërdet, shka tha Shevqetit të në? Jo, tha, këto e ki mirë. Tha, vi du të mi ledzu krejtë. Fillova unë me ledzu krejtë, edhe kom ledzu, dhe më thonë, po, është një liber, Kurani është një liber, jashtë zakonisht e fuqishme, jashtë zakonisht për besimtarët musliman, edhe unë e kam emnin nga ne, po unë jam shqiptar. Po djemë të mi, një unë e ka emnin pej fillimi, Mariguna me e modhja. Rilin, Valdrin, Valan, Arblind. Nga Gane, i kam bo këtë emna Shqip. A ko gjuma taksirat, për shemull, se mi pos emnin nona Teut, e baba Agran, e djali Amar. Sko. Taksirat, nuk e di dhe më thonë. A ti emrin transcendral? Po, dhe më thonë, unë e kom bo emnin pej musliman, Shqip, e kom qitë emnat e mi, edhe tonë janë musliman, minja mi. Po emnat e ka Shqip. Nuk diskutuar e po. Tash, nëse mija janë gjesin mive dhe emnat Amar, Magar, qaj bjen kja? Kusheq. E ti dëma unë ti qëndroj pas ako unë emrin? Unë qëndroj emrin tem, qëndroj kur kajt miliardat e botës me midhon nuk e ndroj. As fejen? As fejen nuk e ndroj, sepse unë e fejen, nuk e kum bo, unë e kum gjetë. Bravo. Fejen dhe me unë nuk e kum gjetë, po një problem që unë e kam kërku me gjetë në katën temin, e kum gjetë edhe ato. Kur ka arë Turqia, shenimet për neve janë hup, janë djek, janë shkatru, edhe vorët janë prish. Dhe më thënë, gjitha vorët që kanë qenë marët janë hup, s'ka më gjurëm, për shkak se i ka shkatru Turqia. Tani unë kom fillu me hi nga unë, me këshyrë dhe ku përshkujna, ku mujna me mrim ropa. Për shemull, unë e kam emnin nga ne, baba e me ka emnin Adem, bab gjyshi Halil, katra gjyshi Adem, Hysen, dhe ka marrë deri në fund me gjithë një farë sakaku në kullës. Dhe më thonë edhe i kumë vetë në ata bletun, pse i thujnë sakaku i kullës, tha e ka enë otin një kulla, ka ku i kulla atere. Edhe ka në ka posë djole e kulla një pepen, të shna ka kumë bitë e pep kullës. Dhe tëtë na pas kemë qenë besimtarë të fesë katolike. E vërtet? Po, unë edhe ti, apo flasë u Shqip? Po, pra. Qa për në lidhë? Me Arbrin. Gjua, kumbi, gjokë. Qa për në lidhë me Tumen, për shemull? Gjua, kumbi, gjokë njëjtë. Po në lidhë një gjua jonë. Gjua, nëse nuk ka pos kumbe në kuën e Turqisë, ka pos gjumë. Nuk diskutohet, gjua o para herë. Gjitha ta popi që kanë folë gjuën e vetë, janë morë veshë ose kanë folë gjuën sërbë, ose gjuën shqipe, ose gjuën greke, ata e në ko greke, se kanë folë greke, këta e kanë folë sërbishtë, e në ko sërbë. Ne e kemë folë shqipe, e në ko shqiptarë, ose i lirë. Dhe tash, me si përna lidhë gjua, unë e di edhe një diçka tjetër që është shumë rëndësishme se për para se me shku në gjami, njeri mësot me full Shqip.
Nuk, është e pa diskutueshme No, kjo. Po s'ka fjalë. Do të thonë, para se mu bëmë musliman të ko shqiptar. Se po mëse ka me vërtet. Zoti na ka linë shqiptar. Po na ka lind, na ka mu Zoti shqiptar. Fejnë e këna zjedh. Besa ti beson Zot shumë se Zoti ka pështu. Po, mos me pa pas drejt sepse në kërkon vetë drejtin Zotin i madh. S'ka Më fjalë. ka ndihmu se kum pas drejtën e Zotit për mas vetë dhe më ka ndihmu dhe jam Bravo, i lumtur vërtet. mendimin. Po pëlqen shumë që domethënë beson në një fuqi. Jo, unë besoj në Zot, besoj edhe më shumë se do që shkojnë më fal. Se ata që shkojnë më fal e rrenë edhe Zotin. Si dalin bëj aty të bojnë qia, unë as nuk pi raki, as nuk pi doan, as nuk bëj punë, as nuk flas ma shpinë për kërkan, unë e flas vërtetën ato që për atë për atë në televizor. Një njeri që e rren tjetrin në flet, e përgdhel për parasyve, mashtron mas shpinë, ai nuk o për mu kur farë shqiptar. Hey, një farë shani gjeci, bazën shani e përmen shumëre. Regjia nëse ka mundësi një fata djerë në hunë me ta, ta shumë, që është kjo? Bazën shani. Allah e ka vjera. Në kanë ndodhë do 2001 dhe kur më kanë plagu mu edhe mi kanë vrojë shok besimin e bekimin nuk o me mu. Edhe do të shohë nuk konë rrje dhe tëna kejtë luft. Pse telefoni e konë shpinë ti, ha? Për telefoni konë shpiti. Edhe i tha këtë bëtë se përshani s'po fletë për luftën e të tha, ja, tha se s'po du me ja vlendu rënë. Bravo. Hey, kisha po qenë do të me shua ta rënë të dëkturë. Kisha po qenë një dartërkitje të fortë, një përshëndetje për basën